një Gerhard Schröder, po jo kancelari, po një para, pastaj Willy Brandt dhe siç e thatë ju me radhë, nga SPD-ja, nga liberalët, shumë, Klaus Kinkel i kujtoj këtu e njëni, Joschka Fischer, Guido Westerwelle, nga të gjelbërit, ishe Joschka Fischer dhe së fundi Annalena Baerbock. Tani më në fund se duhet e merr vetë. Përse? Për atë që thatë ju, shumë bukur, sepse sfidat për Gjermaninë sot janë të jashtëzakonshme, qoftë brenda vendit, por sidomos jashtë vendit, për atë arsye që ne tani i njohim. Prandaj, Joschka Fischer dhe politikanë të tjerë e kanë krahasuar këtë epokë jo me Ostpolitikën e Willy Brandtit, as me Helmut Kohlin e Ribashkimit Gjerman me shëmën e Murit Berlinit, por po aq të rëndësishme dhe po aq sfidante sa në periudhën e Konrad Adenauerit, kancelari i parë i Gjermanisë nga 1949 deri në 63, po nga CDU-ja dhe po nga Nordrhein-Westfalia, pre nga vjen dhe kancelari sotëm Friedrich Merz. Pra, sfidat janë të asaj natyre dhe po mund t'i themi dhe shkutimisht, do më thënë, por keni parasysh me jashtë këto që ne tani prekim, që në atë kohë nuk ishin. Një shembull, në 49-ën, Shtetet e Bashkuara ishin aleat i Gjermanisë, apo jo? Bën planin Marshall, krijuan NATO-n. Ndërsa sot SBA-ja me Gjermaninë, ne gjithë po shikojmë se si po shkon. Në atë kohë Rusia, ish Bashkimi Sovjetik, kishte çliruar Gjermaninë, ndërsa sot Rusia ka aneksuar Ukrainën dhe përbën rrezik serioz për Gjermaninë. Po ashtu problemet ekonomike, problemet sociale, në atë kohë nuk kishte kryer akoma rendi ndërkombëtar, sot e kemi dhe po çmontohet. Plus pastaj marrëdhëniet me lufta Rusi-Ukrainë, terrorizmi, ekstremizmi djathtë në Gjermani me AFD-n dhe jashtë vendit. Të gjitha këto e bëjnë të domosdoshme që ministri i jashtëm të jetë njëri i besuar i Merzit, njëri shumë i aftë, plus do shtoja këtu, ju e dini, besoj që për herë të parë Gjermania do të ketë këshill kombëtar të sigurisë. Ky këshill kombëtar do ta shohet pranë kancelarit Merz. Kështu që është një arsye më tepër për Johan van den Fulin, i cili njihet si ndër ekspertët më të mirë të sigurisë dhe të çështjeve evropiane, plus të Ballkanit dhe të vendit tonë për shkak të kaluarës së tij në Bundestag. Pra ishte një zgjedhje, një detyrim me përcaktim që ministri i jashtëm këtë radhë të jetë nga CDU-ja. Mirë, Johan van den Ful, po ndalem tek sfidat e mëdha për të ardhur më pas te Ballkani, një njohës i mirë i Kinës, politikës së Kinës, por edhe të Rusisë, duket se kanë qenë edhe orientimet kryesore, natyrisht edhe sfidat më të mëdha. Por është ai linjës së ashpër, është ai një diplomat tipik, pra që nuk i thot fjalët më të ashpra në publik, por ruan atë tonin diplomatik, ndryshe nga Annalena Baerbock, që ishte taf, e ashpër her pas here, dhe drejt për drejt në qëndrimet e saj. Si do ta shohim Johan van den Ful në gjithë këto sfida që janë përpara, qoftë edhe në atë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku Merz është treguar që do jetë jo shumë tolerant ndaj qasjes së Donald Trump, ndaj Gjermanisë, por edhe ndaj Europës. Po, ju e portretizuat shumë bukur Johan van den Fulin, natyrisht se njëfti është ashtu si thoni ju, është një diplomat i tipit klasik, që nuk bën zhurmë dhe buj, siç bënte Annalena Baerbocku, e cila dyjet bënte vizita të dynjas, shkonte andej këtej me tërat, por më tepër si thosh recitonte dhe bënte ekskursione turistika apo tematika se sa zgjidhte probleme. Ndërsa Johan van den Fuli, keni parasysh, Annalena Baerbocku nuk është marrë kur me diplomaci. Ka qenë sportiste, ka fituar medalje bronzi në ato kërcimet në ujë dhe është marrë kryesisht me partinë e gjelbër. Pra herë e parë që ajo mori postën e ministrit. Ndërsa van den Fuli ka qenë zëdhënës deri tani i CDU, CSU-s për politikën e jashtme, është marrë për problemet e rëndësishme të Kinës me Amerikën, ka qenë nismëtari për krijimin e atij grupit të miqësisë me vendet e Ballkanit Perëndimor, është njohur për kryer i çështjeve europiane dhe atyre atlantike. Rikujtojmë këtu në 2019 dhe 2021, Johan van den Fuli pati reagime dhe kritika të ashpra ndaj vendit tonë, madje propozoi, ai është propozuesi bashkë me zëvendësin e tij, që tani po rikujtojmë këtu, është emëruar ministër shteti në Ministrinë e Jashtme. Bravo, Kirchbaumi, pra të dy ata propozuan 9 kushte që po bënë më 12 dhe pastaj u bën 15 bashkë me ato të Hollandës apo të Francës. Pra është një diplomat i terrenit, i korridoreve, pa zhurmë, pa bujë, por plot me bukë, është një diplomat i real politikës.
tamam ai lloj diplomati, i koridoreve diplomatike që duhet sot. Se sot në diplomaci, ndryshe nga media, ndryshe nga sektorët e tij që ne ngatrojmë ndonjëherë, diplomacia sado që ka ndryshuar shumë. Digitalizimi e modernizimi të ato përsëri i ruan ato traditat e saj, etiketën e saj, standardet e saj. Prandaj ka një besim që Vadefuli, ndryshe nga Emil Lasheti, ishte kandidatur tjetër, po që ishte pak a shumë si Berboku, ky është zgjedhja më e mirë në këto kushte, qoftë nga ana partijake, së duhuja, qoftë si besnik politik i Friedrich Merzit, shumë e rëndësishme, por qoftë dhe për aftësitë të tija dhe kompetencën intelektuale, diplomatike dhe profesionale. Ju pyes sepse në media pas daljes së tij, emrit të tij, qarkullimit të emrit të tij, doli një debat që ai ka pasur me kancelarin Scholz. Kancelari Scholz duhet pranuar se ishte ndoshta më i zëshmi nga kancelarët gjerman, përfshi këtu dhe zonjën Merkel, në mbështetje të Kosovës. Ishte i pari që artikuloi që përfundimi i diskutimeve me Serbinë do të jetë marrëveshja me njohjen reciproke. Shkoi bëri vizitë edhe në Kosovë, gjë të cilën Merkeli më së shumti vizitoi vetëm aeroportin e Prishtinës, por nuk bëri kurrë një vizitë në kryeministrinë e Kosovës apo në presidencë. Gjatë gjithë kohës u duk më i afërt me Beogradin sesa me Kosovën dhe pati një kritik për këtë deklaratë nga Vadeful kur tha se duhet ishte i kujdesshëm me mënyrën se si fliste, pasi është dhe Serbia, pra duke u futur në ato termat diplomatik.